Selam aleikum hoxh, kam gocën 10 vjeçe, ka shumë dëshirë që ta vendosë shamin, çfarë më udhëzon? Aleikum selam rahmetullah. Allah ta rujtet gocë, ta udhëzoft në rrugën e drejtë, ta bëft të ndershme, të devotshme dhe të moralshme. Allahumma amin. Nëse do të flesja duke i shikuar rrethonat, vendet ku jeton ti nuk e di, unë nuk e kisha këshillu vajzën me e vendosë moshën 10 vjeçare mbulesën. Përveç, normal, kur themi me vendosë? Në moshën e pubertetit, tash që të mos më keq kuptoj dikush, me thonë ky është kundër mbulesës, themi, përderisa vajza është akoma fëmijë, e vogël, prindi duhet me orientu. Në moshën e pubertetit, prindi me udhëzu, për me vendosë. Pritni derisa ta në vi koha pubertetit, pastaj e vendosë mbulesën. Normal se ka shtete, vende, shoqëri, mentalitete që i tolerojnë, ka mentalitete që nuk i tolerojnë, dhe më thonë, rrethonat e fëmijëve, e vendosës shamis. Ndoshta në rrethonat caktuara banë edhe ma vogël, para sikur që mosha 10 vjeçare. Por në ato vende ku mund të ndodhin keqkuptime, me prit që vajza me vetdije me vendos, jo thjesht nga emocionet e çastit. Me vetdije të plot që nesër kur të ballafaqohet me tjerët, ajo me qenë e pjekur me ditë pse e ka vendos edhe me mbrojt mbulesën apo veprimin ose zgjedhjen e saj, me ditë pse e ka vendos. Prandaj nuk këshilloj që prindërit me insistu të fëmijët në klasën e 3, 4, 5, 6, me avu shamin, nuk du të them tash me zër, nuk du ta përdorit njëtën shprehje që përdorin islamofobët, këta për javën vajzave shamijat me zër. Por, me arë një kohë kur vajza hynë në pubertet, piqet, pjesërisht po thamë, sepse jeta ka me pjek, akoma ma shumë, edhe atëherë, edhe Allahu ka thonë me e vendosë mbulesën, apo me e vendosë, në atë kohë e vendisën, e këshillon, i flet, edhe jo, bindet pak ma mirë, edhe kërkuj s'punë me thonë fëmija ke vendosë shamin, s'punë me thonë, sepse ti e ke kryer në Zotit, atëherë kur e ka obligu Allahu për moshën e pubertetit. Këtu nuk du të lidhe me vjetë, 13 vjetë, 15 plus minus, mosha e pubertetit, kur të që një vajzë hynë pubertet, atëherë në bashkëpunim me prindrit, në mirë kuptim me prindrit, e vendosin inshallah taala mbulesën.